Në zemër të maleve të Mirditës, atje ku legjendat flasin për kulla shekullore dhe rrëfenjat harruara, një histori krejt tjetër ka marrë formë, jo histori e epikës, por e errësirës, një errësirë që nisi në internet, u ushqye me ide të rrezikshme dhe përfundoi në një fshat të braktisur mes dy njerëzve që besuan se po ndiqnin një kaos hyjnore. Hamzai, njohur dikur si Erzenuka, dhe Julian Çumraku, dy emra të zakonshëm, por që për strukturat e sigurisë shqiptare kishin kohë që nuk ishin më anonim. Të zhdukur nga radarët, të shkëputur nga familjet e tyre, duke u tërhequr në Orosh, një fshat i qetë e thuajse i braktisur, ku vetëm oxhaku i një shtëpie nxirrte tym. Por në Orosh, qetësia ishte veç fasad. Brenda asaj shtëpie, hetuesit dyshonin se po ndizej një tjetër lloj zjarri, ai i radikalizmit të thellë. Dy persona që vëzhgoheshin nga antiterrori, dy individ që sipas informacioneve të mbledhura ushqenin simpati të hapura për ideologjitë ekstreme, për simbolet e një organizate që kishte tronditur botën. ISIS. Në momentin kur patrulla e parë mbërriti në obor, e gjeti Julianin duke çarë dru, një skenë kjo e zakonshme për malsinë. Por çdo gjë ndryshoi brenda pak sekondave. Ai futet me nxitim në shtëpi, dera mbyllet dhe nga brenda dëgjohet zëri i Hamzaukës, i hutuar, i tensionuar, i gatshëm të kërcënonte. Largohuni ose do të qelloj. Një thirrje që sinjalizoi një nga situatat më të tensionuara të viteve të fundit në veri të vendit. Brenda pak minutash, dritarët u blinduan me dërrasa, batanie dhe madje një kapak të vjetër televizori lura. Ishte e qartë, ata nuk synonin dialog, ata synonin rezistencë. Në orët më kritike të operacionit, kur forcat speciale Renea kishin marrë pozicionet dhe gjithë zona e Oroshit ishte shndruar në një pikë strategjike, nisi faza më delikate, negocimi. Në këto situata, çdo fjalë ka peshë, çdo pauzë ka domethënie, çdo zë i ngritur mund të përshkallëzojë tensionin. Negociatorët e Reneas, të trajnuar për raste teje të vështira, e nisën komunikimin me qetësi dhe durim, duke u përpjekur të krijonin një kanal komunikimi me dy personat që gjendeshin të izoluar në shtëpinë e fortifikuar, por përpjekja e tyre u përball menjëherë me një refuzim total. Nga brenda shtëpisë, çdo thirrje për dialog u prit me ashpërsi. Dyshja brenda shtëpisë nuk jepte asnjë shenjë gatishmërie për bisedë, as predispozicionin për të dëgjuar argumentet e negociatorëve. Ishin momente të tensionuara ku oficerët e antiterrorit dhe Reneas duhej të balanconin me kujdes presionin operacional me detyrimin për të shmangur çdo përshkallëzim të panevojshëm. Përpjekjet vijonin me strategji të qeta, me tone të ulëta, për çdo komunikim që vinte nga brenda tregohej vendosmëri, refuzim dhe një frym që e përjashtonte arsyen. Pikërisht për këtë arsye, policia kaloi në fazën e dytë të negocimit për fshirjen e familjarëve, një taktik që përdoret kur subjektet në izolim mund të kenë ende një lidhje emocionale, një pikë ndjeshmërie që mund t'i afrohet logjikës më shumë se sa autoriteti zyrtar. U kontaktuan me urgjencë dy persona të afërt, daja i Julian Çumrakut dhe vëllai i Hamzaukës. Të dy u sollën në Orosh, me shpresën se prania e tyre mund të krijonte çarje në murin e kokfortësisë që ishte ngritur brenda asaj shtëpie. Vllai Ukës mbërriti i tronditur dhe i shqetësuar, duke e ditur se situata ishte e rrezikshme dhe se çdo fjalë e tij duhej peshuar me kujdes. Ai u afrua shtëpisë nga pjesa e pasme, me hezitim, duke i përthirrje vëllait të tij të dorëzohej, të mendonte për familjen, por edhe për pasojat e rënda të mosbindjes. Disa minuta heshtjeje pasuan ndërhyrjen e tij të parë, kur ai u detyrua të kthehej tek oficerët e policisë, dha një mesazh të rëndë: "Nuk kam çfarë të bëj. Ata janë shumë të rrezikshëm, mund të më qellojnë edhe mua." Ishte një deklaratë që tregon jo vetëm nivelin e tensionit, por edhe shkallën e izolimit psikologjik në të cilin gjendeshin Hamzauka dhe Julian Çumraku. Megjithatë, policia nuk u dorëzua, vllai u rikthye herën e dytë me më shumë ngulm, duke rrezikuar sërish, duke i folur vëllait në emër të familjes, duke i kujtuar se ishte ende njeri që kishte përgjegjësi. Por edhe kjo përpjekje u prit me të njëjtën përgjigje të prerë dhe të ftohtë. Nga brenda, Hamzauka i kishte thënë tekstualisht: "Do luftojmë deri në fund." Forcat Renea dhe negociatorët e antiterrorit e dinin se situata që duken të pashpresa kanë një pikë thyerjeje zakonisht emocionale.
u vendos që t'i jepej një shans i tretë dialogut, një shans që vinte pikërisht nga afërsia e gjakut. Tensioni ishte i madh, sepse çdo minutë që kalonte, rreziku ndryshonte formë. Në këto raste, psikologjia luan rol vendimtar. Tentativa e tretë e vëllait të Ukës ndryshoi gjithçka. Ai u rikthye pas shtëpisë, kësajherë me një qasje tjetër, më pak apel logjik dhe më shumë prekje emocionale. Ai foli jo si palë në konflikt, por si vëlla, si baba, si dikush që i kujtonte Ukës përgjegjësitë më të thella njerëzore. Fjalët e tij ishin të drejtë për drejta. Duhet të mendosh për djalin tënd, për familjen. Largoi xhidet, ktheu. Këto fjalë duket se prekën një pikë të brendshme tek Hamza Uka. Ka raste kur bindjet ekstreme shahen vetëm nëpërmjet lidhjeve të gjakut, aty ku as autoritetet dhe as taktikat profesionale nuk arrin dot. Heshtja që pasoi këtë bisedë ishte krejt tjetër nga ato të mëparshmet. Nuk ishte heshtje e refuzimit, ishte heshtje e pavendosmërisë, e një mendimi që lëkundet, dhe pastaj ndodhi ajo që dukej e pamundur pak orë më parë. Dera e shtëpisë u hap. Hamza Uka dhe Julian Çumraku dolën të qetë, të parmatosur, me duart e ngritura, një dorëzim pa kushte. Ishte momenti kur tensioni shumorësh u shua. Forcat e policisë vepruan me profesionalizëm, duke i neutralizuar pa përdorur forcë të tepruar, siç kërkon protokolli në raste me rrezik të lartë. Vetëm pasi 2 personat u siguruan, forcat Renea hyn në banesë. Brenda, shtëpia tregoi një realitet alarmues. Prania e armëve, pajisjeve materiale që konfirmonin se përgatitja kishte qenë e zgjatur dhe serioze. Nuk ishte qenë një strehim i rastësishëm, por një hapësirë izoluar që mund të kthehej lehtësisht në vatër rreziku. Pas dorëzimit të Hamza Ukës dhe Julian Çumrakut, forcat Renea dhe strukturat e antiterrorit hyn brenda shtëpisë së izoluar në Orosh. Ajo që zbuluan brenda te i kalonte çdo pritshmëri të mundshme. Bëhej fjalë për një arsenal të mirë organizuar, armësh dhe pajisjesh që tregonin përgatitje të kujdesshme dhe një plan të menduar më parë. Në ambientet e ngushta u gjetën 4 armë automatike, të cilat përbënin një kërcënim të madh, sidomos nëse do të përdoreshin në mënyrë të pakontrolluar. Përveç tyre ishte edhe një pistolete markës Mini Blow, armë lehtë dhe e përshtatshme për përdorim në hapësira të mbyllura. Në dukje, arsenali ishte thjesht një koleksion i armëve, por prania e flamurit të organizatës terroriste ISIS e ndryshonte kontekstin. Flamuri nuk ishte thjesht simbolik, ai tregonte lidhjen ideologjike të 2 të arrestuarve me një rrjet ekstremist që ka shtrirje globale, duke treguar se motivimi i tyre nuk ishte vetëm lokal, por pjesë e një ideologjie më të gjerë. Ky fakt u konfirmua mëtej nga 7 granata dore, municion luftarak dhe kapsolla, pajisje që nuk përdoren në mënyrë spontane, por që kërkojnë njohuri dhe përgatitje për të operuar. Çdo element i këtij arsenali tregonte për planifikim dhe durim, si dhe për një përgatitje të gjatë që mund të çonte në pasoja shumë të rënda për komunitetin lokal. Hetimet paraprake të policisë së shtetit nxorën në pa një tjetër dimension të rëndësishëm. Dyshohej se Uka dhe Çumraku nuk kishin vepruar të izoluar. Sipas burimeve të besueshme, ata mund të kenë pasur ndihmën e një personi të tretë, një individ misterioz që dyshohet se ka bërë udhëtime të përsëritura nga Tirana në Fusharrës dhe më pas në Orosh. Ky lloj aktiviteti tregonte një rrjet të vogël mbështetës, një skemë logjistike që mund të përdorej për furnizim, transport dhe koordinim të veprimeve. Ky person i përshkruar si një mashkull me flokë të gjata të lidhura me veshje kamuflazh u vure disa herë në lokalet e Fusharrësit në shoqërinë e Ukës dhe Çumrakut. Sipas dëshmive nga banorët dhe patrullimet e policisë, ai ruante një profil të ulët, duke mbajtur kokën ulur dhe duke shmangur kontaktin me njerëzit e tjerë. Kjo mënyrë veprimi tregon një ndërgjegjësim të lartë për rrezikun dhe përqendrimin në ruajtjen e fshehtësisë. Sipas dëshmive nga terreni, personi i tretë nuk ryente blerje në qytet, duke lënë të gjitha furnizimet në duart e Ukës dhe Çumrakut. Mbrëmjen e 18 nëntorit, kur 2 të arrestuarit ishin duke bërë furnizime në dyqanet lokale, ky individ qëndroi në një zonë me ndriçim të dobët, duke mbikëqyrur situatën pa tërhequr vëmendjen. Flokët e tij të gjatë u përmendën edhe si arsye se disa banorë dyshuan fillimisht se brenda kullës mund të ishin strehuar gra, duke treguar se perceptimi i komunitetit shpesh bazohej në detaje të vogla, por të rëndësishme për identifikimin.
Përveç vëzhgimit, ai u pa disa herë duke ndihmuar në punë fizike, përfshirë prerjen e druve dhe përgatitjen e hapësirave së bashku me ukën dhe çumrakun. Kjo tregon një nivel të angazhimit fizik dhe një koordinim të qartë midis individëve, një strukturë e vogël që mund të shërbente si bazë operative e izoluar e gatshme për të mbështetur çdo veprim të planifikuar. Ndërkohë, në ambientet e drejtorisë së policisë Shkodër, Uka dhe Çumraku po qëndronin në pritje të masës së sigurisë. Ata refuzuan të flasin para hetuesve dhe strukturave të antiterrorit. Ky qëndrim tregon jo vetëm vetbesim ideologjik, por edhe një përkushtim ndaj bindjeve të tyre ekstreme, duke u shprehur se mund të japin llogari vetëm para Zotit. Erzen Uka për policinë me emrin Hamza Uka ka një histori të gjatë dhe të komplikuar lidhur me ekstremismin e dhunshëm. Ai nuk ishte një individ i zakonshëm. Pjesëmarrja e tij në forcat elit të ushtrisë shqiptare dhe shërbimi në njësitë komando në Irak dhe Afganistan e kishin vënë në kontakt me taktikat avancuara ushtarake, stërvitje të specializuara dhe një mentalitet disipline të rrept. Megjithatë, kjo eksperiencë pasur ushtarake nuk e ndaloi Ukën të devionte drejt ideologjive ekstremiste dhe shenjat e radikalizmit të tij filluan të evidentoheshin që nga viti 2007, kur ai u vu nën survejim nga autoritetet shqiptare, duke u konsideruar një person me rrezikshmëri të lartë për sigurinë kombëtare. Në prill të vitit 2019, përpjekjet e autoriteteve për të ndjekur aktivitetet e tij ekstreme kulmuan me arrestimin nga antiterrori pas dyshimeve për prirje radikale dhe nxitje të urrejtjes me qëllim kryerjen e veprave terroriste. Hetuesit e kishin identifikuar si një individ me bindje të forta ekstreme, i cili ishte simpatizant dhe përkrahës i organizatës terroriste ISIS. Aktiviteti i tij online ishte një pasqyrë e qartë e bindjeve të tij. Në rrjetet sociale Uka postonte fotografi, video dhe materiale të tjera që përfaqësonin simbolikën dhe propagandën e ISIS, përfshirë demonstrime të taktikave të luftimit, stërvitje fizike dhe taktike, madje edhe stërvitje për fëmijë me qëllim që ato të përgatiteshin për të dërguar si luftëtar. Kjo tregon qartë se radikalizimi i tij nuk ishte i rastësishëm, por i planifikuar, sistematik dhe i thelluar. Në shtator të vitit 2020, Hamza Uka u dënua nga gjykata e Tiranës me 3 vite burg për nxitje, thirrje publike dhe propagandë për kryerjen e veprave me qëllim terroriste dhe për mbajtje pa leje, prodhimin e armëve shpërthyese dhe municionit. Gjatë procesit gjyqësor, ai tregoi një qëndrim të papërmbajtshëm, duke kërcënuar gjyqtarin Bib Ndreca dhe prokurorin Eugen Beci, duke u shprehur se do t'ju jap llogari sapo të lirohej nga burgu. Ky veprim nuk ishte thjesht një akt rebelimi, ai reflektonte mentalitetin e individit të radikalizuar. Bindjet ideologjike vendosin vetvlerësimin mbi ligjet dhe autoritetin. Vanessa Uka u sekuestrua më vonë, konfirmoi më tej lidhjet e tij me simbolet e ISIS. Një flamur i zi përdorur gjerësisht nga kjo organizatë u gjeti vendosur në mënyrë të dukshme së bashku me materiale të tjera ideologjike dhe propagandistike. Këto gjetje forcuan dyshime se Uka kishte adoptuar qëndrime ekstremiste dhe se profilohej qartë si individ i vetë radikalizuar. Ky profil nuk kërkonte domosdoshmërisht pjesëmarrje në një rrjet të organizuar, por tregonte adoptimin e narrativës, simboleve dhe sjelljeve të ISIS, duke e vendosur në një kategori që paraqeste rrezik, edhe nëse nuk kishte lidhje direkte me grupe terroriste. Hetimet e mëtejshme treguan se Uka kishte qenë monitoruar më parë për aktivitetet e tij në rrjetet sociale, përfshi kontakte të mundshme me individ të tjerë të radikalizuar. Ky fakt reflekton një fenomen më të gjerë në Shqipëri dhe Ballkan. Gjatë viteve 2012-2016, qindra qytetar nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut ju bashkuan grupeve të armatosura në Siri dhe Irak, të nxitur kryesisht nga propaganda online, rrjetet lokale të vogla dhe figura që përhapnin ideologji ekstreme. Shumë prej tyre u ndan nga familjet, komuniteti dhe jeta normale në ndikimin e propagandës ideologjike që përhapte ISIS dhe organizata të tjera xhihadiste. Motivimi për t'u larguar ishte i ndryshëm, disa u tërhoqën nga bindjet fetare ekstremiste, të tjerë nga një ndjenjë humbjes, ndërsa një pjesë e konsiderueshme u influencua nga propaganda online, e cila paraqeste pjesëmarrje në Siri dhe Irak si një mision fetar dhe heroik. Rrjetet sociale luajtën një rol vendimtar në këtë proces, duke krijuar një narrativ globale xhihadiste dhe duke bindur individ të rinj se përkushtimi i tyre ishte pjesë i një kauze të shenjtë. Shqipëria, për shkak të lidhjeve të ngushta komunitare dhe diasporës, u bë një terren i përshtatshëm për rekrutimin,
rrjetet lokale, shpesh të vogla dhe të fshehta, shërbenin si pika kontakti, duke organizuar udhëtime, duke ofruar dokumente të falsifikuara dhe duke krijuar një mjedis që mbështeste radikalizmin. Shumë nga këta individ nuk ishin të njohur më parë për aktivitete të dhunshme. Ata filluan gradualisht të adoptonin ideologjinë ekstremiste nëpërmjet ndikimit të vazhdueshëm të mediave sociale, videove të stërvitjes dhe mesazheve të personalizuara nga rekrutuesi e ISIS. Shifrat e sakta janë të vështira për të përcaktuar, por sipas raportimeve të autoriteteve, rreth 200-250 shqiptar nga rajoni ju bashkuan ISIS gjatë kësaj periudhe. Ata u ndanë në 2 grupe, një pjesë u integruan në strukturat e luftës, duke marrë pjesë në operacione luftarake dhe stërvitje taktike, ndërsa të tjerë u përqendruan në administrimin dhe mbështetje logjistike, duke përfshirë stërvitjen e rekrutëve të rinj, shpërndarjen e materialeve propagandistike dhe përgatitjen e bazave operative. Më i njohur ndër shqiptarët që ju bashkua ISIS ishte një numër individësh me eksperiencë ushtarake, të cilët përdornin njohuritë e tyre për të stërvitur luftëtarët e rinj dhe për të organizuar sulme. Ky fakt krijoi një shqetësim të madh te autoritetet e Ballkanit, pasi individ me përgatitje të tillë nuk ishin thjesht pjesëtar pasiv të ISIS, por element me aftësi taktike dhe strategjike, të cilët mund të riktheheshin në vendet e tyre dhe të përhapnin dhunë. Sipas hetimeve, shumica e këtyre shqiptarëve u rekrutuan përmes rrjeteve të vogla lokale, lidhjeve personale dhe kontaktit të drejtë për drejtë me figura që promovonin ekstremizmin fetar. Shumë prej tyre udhëtuan me dokumente të falsifikuara nëpërmjet rrugëve ilegale dhe në mbikëqyrje të ngushtë të rrjeteve logjistike që vepronin në Ballkan. Aksesi në informacion online, veçanërisht nëpërmjet platformave të mbyllura dhe kanaleve të koduara, e bëri të vështirë monitorimin e tyre nga autoritetet lokale dhe ndërkombëtare. Një tjetër dimension i rëndësishëm ishte përfshirja e grave dhe fëmijëve në këto rrjete. Shumë gra shqiptare u nisën drejt Sirisë, shpesh të motivuara nga bindjet fetare ose për t'ju bashkuar burrave të tyre, por edhe për të ofruar mbështetje logjistike dhe administrative. Fëmijët e tyre shpesh u rritën në ambiente ekstreme, duke u stërvitur që në moshë të vogël, duke përforcuar ciklin e radikalizimit.